qytetar tjehonës së jashtëzakonshme europiane dhe botërore të protestës së 22 marsit. Mediat më të mëdha të botës, agjensitë më të mëdha, rrjetet televizive, gazetat më të mëdha, paraqitën gjërësisht revoltën e qytetarëve të Tiranës dhe të Shqipërisë ndaj dyshes së korruptuar Rama Balluku. Pra, protesta, në protest shëndriti zëri i qytetarëve shqiptar që mbrojnë me dinjitet interesat e tyre nga një grusht hajdutësh të papërgjegjshëm dhe nxiu si me zift figurat e urryerat shqiptarëve Edi Rama dhe Lubi Balluku. Unë garantoj qytetarët se Partia Demokratike është e vendosur që stinën e kryengritjes paqësore ta vazhdoj me vendosmërinë më të madhe dhe se nuk do toleroj kurrë që një dyshe hajdutësh të vazhdojnë të vjedhin të pamgopur duke përdorur mandatet e tyre si thika, krimi, mburoj për vjedhjet e tyre. Edi Rama vërtet në një betejë me një prokuror guximtar, duhet ta them këtu, përdori gjithë pushtetin ekzekutiv për të mposhtur dhe për ta vënë tani siç del në kontroll total spakun, por s'do mund ver kur në kontroll vullnetin e qytetarëve shqiptar, dinjitetin e tyre, vendosmërinë e tyre për t'u nda me këtë të keqe të madhe. Ndaj dhe njëherë ftoj shqiptarët në datën dhe orën e caktuar që do jetë shumë e shpejt të dalim në shesh në kryengritjen më të fuqishme që të çojë Shqipërinë drejt fitores, drejt përmbysjes së këtij regjimi armik të shqiptarëve. Më falë edhe një moment, t'u dërgoj një përshëndetje të përzemërt të burgosërve politik në qelit e komisariateve dhe t'i uroj nga zemra ditëlindjen ish presidentit dhe ish kryeministrit Ilir Meta, i burgosur kryesor politik në Shqipëri që po bën një betejë të jashtëzakonshme edhe nga qelia e burgut kundër narko shtetit. Denoj me neverinë më të madhe aktet e turpshme të intimidimit që ata i bëjnë, duke dërguar kriminal për t'i çpuar shishet e ujit dhe aktet e tilla që tregojnë ftyrën e poshtër të Edi Ramës, që të gjitha janë me urdhër të Edi Ramës. Dhe kur një nga eksponent kryesor socialist me kërkesën e Tedi Blushit, deputetit, merret me këtë problem, rezulton se operacionin e kryen të Ergjys Agasi me urdhër të Edi Ramës. Shikoni se ku shkon Edi Rama. Shikoni çfarë shpirt, s'po i dhe epitete, se meriton çdo epitet ka ky njeri. Çon kriminal për të shpuar shishet e ujit që ta lër pa ujë. Mund të shkojë gjë këtu njeriu? As sigurimi i shtetit nuk i bën të këto. Cila do të jetë strategjia e opozitës në protestën e radhës dhe aja ka dalë deri tani opozita të sensibilizoj faktorin ndërkombëtar me protestat e deri tanishme? Tani,
strategjia do shpallet. Ne jemi përcaktuar për diversitet, për diversifikimin. Dhe i qëndrojmë atij përcaktimi. Forma e protestës së shpejtë të ardhshme do shpallet së shpejti. Besoj se në rrafshin ndërkombëtar ju jeni dëshmitar vetë që me datën 22 mars në darkë, lajmet më kryesore pas luftës në lindjen e mesme kanë qenë lajmet për betejën e qytetarëve të Tiranës kundër korrupsionit në Shqipëri. I keni pa vetë me çfarë dashamirësie dhe simpatie të madhe i kanë përcjell, me çfarë korrektese. Dhe kjo i tërboi narkorregjimin dhe puthadorët e tij, të cilët do me thënë kaluan në marrëzira dhe absurditete, duke treguar panikun që ju ka hyrë, lepurin në bark që ju ka hyrë, po janë të pa shpresë. Vazhdon e pa ndërprerë betejë jonë. Ftoj qytetarë të bashkohen me ne, sepse janë interesat më jetike të tyre. Partia Socialiste përmes Tauland Ballës ka prezantuar projekt ligjin për referendumet, të paralajmëruar pak ditë më parë nga Asambleja e Partisë Socialiste nga kryeministri Edi Rama, i cili tha se do të ulet numri i deputetëve në kuvend. Cili është qëndrimi i Partisë Demokratike për këtë nismë? Nuk votojmë asnjë ligj me Partinë Socialiste. Jemi të angazhuar në procesin e reformës, në 2 reformat, sepse kjo, mendojmë ne, është jo se besojmë se Edi Rama do pranoj të ketë një produkt të përbashkët, jemi të bindur që nuk beson, por nga ana tjetër, ne kemi një opinion të tërë që kërkon që ne të paraqesim variantin tonë dhe ata të njihen me të. Dhe ne jemi në këtë. Por ne të votojmë në mënyrë të njëanshme ligjet Partisë Socialiste, nuk votojmë asnjë. Kjo është shumë e prerë. Edi Rama përpiqet me shashka të mbulojë vjedhjet që ka bërë, përpiqet të mashtrojë shqiptarë se duke shkurtuar 40 deputet, po i bën të lumtur në një kohë kur ai vjedh në ditë më shumë fishin e rrogave të gjithë parlamentit bashkë me zyrtarët e tij. Pra, është një hipokrizi e madhe e tij.